Të nderuar besimtar, do të flasim sot me lejen e Allahut Azza wa Jall rreth një fjalë, rreth një hadithi të profetit alayhis salam. Një hadith tepër i shkurtër, por nga kuptimet është shumë domethënës për jetën e çdo besimtari. Është veçori karakteristik e fjalëve të profetit alayhis salam që ai jawamiul kalim, me pak fjalë ai jep kuptime të shumta, kuptime shumë të bukura. Elokuenca e fjalëve të tij, ai ishte fjalë ëmbëli, fjalë bukuri, fjalë drejti. Ato që fliste padyshim që e vepronte. Dhe ky hadith, kjo fjalë, siç e transmeton an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Thot, transmeton Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë. Ka thënë i dërguari i Allahut, profeti Muhammed alayhis salam, prej përsosmërisë, prej bukurisë e islamit të mirë të njeriut është që ai të heqë dorë, të mos angazhohet, të heqë dorë nga ato gjëra që nuk i interesojnë, pra që nuk i sjellin dobi në jetën e tij. Një fjalë e vogël, e shkurtër, por me kuptime shumë të mëdha, që është padyshim që është themeli i edukatës së islamit për një besimtar musliman. Të heqësh dorë nga ato gjëra që ty nuk të bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo i jep njeriu dimensionin që ai të bëjë një vetë kritik të brendshme për çdo punë, për çdo sjellje, për çdo veprim që ai bën në këtë botë kalimtare. Ai e peshon dhe ai e ruan vetëdijen e plot për çdo veprim, për çdo fjalë, dhe e ruan zemrën e tij, e ruan kohën e tij, dhe e di që një ditë do të dalë përballë Allahut Azza wa Jall, dhe në këtë formë ai mundohet ta shfrytëzojë më së miri jetën e tij që e ka dhënë Allahu Azza wa Jall, pra e shfrytëzon jetën para se t'i vijë vdekja. Prandaj ky hadith tregon që është një shenjë e shpëtimit, një karakteristikë, një veçori që e ka besimtari i sinqert, që ai në çdo punë tregon maturi, është me vetëdije të plotë dhe e peshon mjaft mirë se çfarë duhet bëj. Këtë gjë pse e bëra? Më së pari, ky hadith e mëson çdo besimtar që të zbraz veten e tij, shpirtin e tij nga gjithë ato punë që nuk e kënaq Allahun Azza wa Jall, nga gjithë ato punë që nuk i bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër kur dal para Allahut. Dhe themeli i dytë i këtij hadithi është që njeriu e stolis veten e tij, brendin e tij, shpirtin e tij me cilësi të bukura, me fjalë të bukura, me vepra të dashura tek Zoti i gjithësisë, me punë të mira, me fjalë të mirë, duke lexuar librin e Allahut, duke zbatuar, duke qenë rob i sinqert përballë përkushtimit ndaj adhurimeve të Allahut fuqiplot, të Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allahu Azza wa Jall, kur i përshkruan besimtarët në Kur'anin famlar, pasi thotë besimtarët kanë shpëtuar ata që e falin namazin në përkushtim, dhe padyshim që pasqyrimi një adhurimi të sinqert, një adhurimi të bërë me vetdije përballë madhështisë së Allahut Azza wa Jall, padyshim që reflektohet në jetën e përditshme të besimtarit. Pra, nga ky hadith ne kuptojmë që besimtarët janë të ndarë në dy grupe të mëdha. Një besimtar që është musliman, që rrezaton mirësi me sjelljen e tij, me mënyrën se si ai jeton jetën e përditshme, në xhami, jashtë xhamisë, në familjen e tij, me bashortën e tij, me edukimin e fëmijëve të tij, në punën e tij, në biznesin e tij, sa i drejtë është, ai mashtron apo nuk i mashtron njerëzit, a është i sinqert, pra shfrytëzimi i duhur i çdo momenti. Prandaj ky hadith është themeli i edukatës së Islamit, kanë thënë dietarët, ka një rëndësi mjaft të madhe ky hadith kur ne e zbatojmë dhe me meditim mundohemi të rregullojmë jetën tonë të përditshme duke qenë të vetëdijshëm dhe duke bërë një autokritik të vazhdueshme me veten tonë për çdo punë që bëjmë. Këtë punë pse e bëra? Çfarë përfitoj unë në këtë botë dhe para ditës kur dal para Zotit të gjithësisë? Këtë fjalë pse e thash? Këtë armiqësi unë pse e bëra? Këtë përgojim unë pse e bëj? Këtë përçarje unë pse u bëj? Të mbledh të smirë që unë kam në zemrën time, pse e kam të gjë? Dhe njeriu e lufton veten e tij sepse është
lufta në e përbetoar që ka njeriu padyshim që është me brendinë e tij, me veten e tij. Prandaj Allahu kur i përshkruan besimtarët që janë të shpëtuar ata që e falin namazin me përkushtim, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, kanë shpëtuar ata besimtarë që janë të shmangur, janë shmangur nga kotësit, nga punët e liga, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe fjala lag është çdo gjë e pavërtet dhe e padobishme për njeriu. Ajo përfshin shirkun, mëkatet e dukshme dhe të padukshme, si dhe çdo fjalë, vepër apo angazhim që nuk i sjell njeriu dobi në këtë botë. Nga kotësit është që njeriu të merret me punët e të tjerëve, të angazhohet me veprat e të tjerëve dhe harron veten e tij dhe harron që ai ka një amanet në këtë botë, ka një jetë që duhet ta shfrytëzojë para se të vi vdekja dhe ai duhet ta shfrytëzojë në mënyrën më të mirë që kur largohet nga kjo botë, ai të përfitojë xhenetin e anshumshëm para Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu." Dhe kur besimtarët e sinqertë përballen me kotësit, përballen me vepra të ndyera, me vepra të pahishme, gjëja e parë që ata bëjnë kur janë të sinqertë, kanë një besim të tillë, shmangen. Shmangen nga kotësit, nga ligësit, nga fjalët e pahishme. Fjalët shmangen nga gjërat që nuk i bëjnë dobi në ahiret. Prandaj ky hadith i jep një ekuilibër të plot, i jep një balancë të plot jetës së besimtarit. Dhe ky hadith pra kur përballen me kotësin, gjëja e parë që bën besimtari shmanget, largohet dhe thot një fjalë: "Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Selamun aleikum la nabtaghil jahilin." Kur përballen me të kotën, ata thonë një fjalë, shmangen nga kota. Gjëja e parë që do të bësh kur je përballë të kotës, do të shmangesh. Kur je në një vend që nuk përmendet Zoti, do të bëhet tash e them, nuk mund të rish më në atë vend, por duhet të largohesh. Kur je në një vend që nuk përmendet Zoti, kur je në një vend që bëhet një bashkëbisedim i pahishëm, kur je në një vend që je vetëm për vetëm me gjunahun, që ti nuk i nështrohesh Zotit gjithësisë Allahut Azza wa Jall, atëherë largohu nga ajo gjë, largohu nga ajo shmangu nga ajo gjë, para se të vi dënimi i Allahut Azza wa Jall. Sepse kujtoj vetes, pra të shmangesh nga kota dhe kujtoj vetes, çdo kush ka punët e tij kur dal para Allahut Azza wa Jall, dhe ai tjetri që ti e përgojon që e ke smir, që e urren, që nuk e do, që nuk do ta shohësh me sy, që e përgojon, që i bën të gjitha të këqijat me zemër, me brendi, por edhe i shpreh ato ndonjëherë, ai ka punët e tij dhe çdo kush thot Zoti punon në bazë të karakterit të tij. Dhe i thuhet njerëzve që janë të përfshirë me kotësit: "Selamun aleikum, paqja qoftë mbi ju, la nabtaghil jahilin." Ne nuk kemi asnjë punë me ignorantët, ne nuk kemi asnjë punë me njerëzit e paditur që janë krye kaput të zhytur mes kotësive dhe harrojnë fjalën e profetit alayhi salam që prej islamit të mirë të njeriu është që ai largohet nga ato gjëra që nuk e interesojnë, që nuk i bëjnë dobi, dhe çdo punë, çdo fjalë, çdo vepër dhe ai e ruan kohën e tij, zemrën e tij, fjalën e tij, dhe kështu ai jeton i qetë me brendinë e tij dhe jeton i qetë duke u marrë me veten e tij, me punët e tij dhe se si ai duhet të rregullojë raportin përballë Allahut Azza wa Jall. Profeti alayhi salam thot në një hadith: "Kush prej jush ka një islam të bukur, pra prezanton mirësi me sjelljet e tij, me cilësitë e tij ku ai është jashtë xhamisë, në mënyrën se si ai jeton në jetën e përditshme, në familjen e tij, me komshiun, me fshinjin e tij, me farefisën e tij. Pra ai Islamin e ka bërë pjesë të jetës së tij dhe ka bërë pjesë të karakterit të përditshëm të jetës së tij. Dhe ai njeriu që e përmirëson Islamin e tij, ka Islam të mirë, me norma, me moral të bukur, dhe kur bën një vepër të mirë, Allahu ja shkruan 10 fish deri në 700 fish. Dhe kur bëhet Islami i tij jo i këndshëm, pra bën një vepër të ligë, jo të mirë, atëherë e keqja shkruhet e njëjtë me atë që ka vepruar, pra shkruhet 1, dhe kjo gjë do të vazhdojë deri kur njeriu të takojë Allahun Azza wa Jall. Pa gjërat që njeriu duhet shmanget që nuk i bëjnë dobi ditën e gjykimit janë harame, gjërat që Zoti ja ka ndaluar, janë gjërat e dyshimta, janë gjërat me kruhatet, janë gjërat e papëlqyera, njëkohësisht janë edhe gjërat që janë mubah, që janë të lejuara, por njeriu mos ta teprojë duke i bërë në ekstrem, duke i bërë vazhdimisht, duke i bërë në mënyrë
të egzageruar. Pra njeriu do të ruajë një balancë, një ekuilibër, do të ruajë një vetëdije, një kthjellësi në jetën e tij të përditshme. Dhe njeriu besimtar e ruan kohën e tij, fjalën e tij dhe energjinë e tij duke u marrë me atë gjë që afron më tepërmi tek Allahu Azza wa Jall dhe i sjell dobi në këtë botë dhe në ahiret kur dal para Allahut Azza wa Jall. Njeriu duhet të heqë dorë që të merret me jetën e tjetrit, me jetën private të tjetrit, të heqë dorë nga thashë them. Njëkohësisht jetojmë në një kohë që interneti, telefoni është një sprovë, një sfidë e vazhdueshme për gjithë secilin prej nesh. I vogël qoftë edhe i madh, fëmijët tanë por edhe të rritur. Është një sprovë, një sfidë e vazhdueshme që çdo kush prej nesh të sprovë të fitne e mban nga gjithë kohës në xhepin e tij. Dhe është një sprovë e vazhdueshme gjatë gjithë jetës në kohën në cilën ne jetojmë, çdo kush e ka një smartphone, e ka një telefon. Prandaj besimtari kur e përdor telefonin dhe kur shes sa kohë ka përdorur gjatë ditës nga telefoni i tij. Dhe pse i ka përdorur dhe programi i telefonit i tregon mjaft qartë që 2 orë ke përdorur Facebookun, thotë 1 orë ke përdorur Instagramin, 1 orë ke përdorur YouTubein. Në fund të ditës njeriu që është i sinqert e pyet veten dhe e kontrollon veten e tij, sepse kjo është sfavërimi modern që i bëhet njeriu që ai është i varur nga interneti, nga rrjetet sociale, nga telefoni. Nuk rrit dot pa ofertë, nuk rrit dot pa internet, nuk rrit dot pa rrjetet sociale. Besimtari i ndërgjegjshëm me vetdije plot e kontrollon veten e tij dhe ruan një balancë. Ka kaluar kaq kohë që unë kam përdorur këtë mjet. Për çfarë e kam përdorur? 2 orë kam përdorur në rrjetet sociale, 1 orë me internet. Për çfarë jam angazhuar? Për çfarë e kam përdorur në këtë telefon? Ku koha është emaneti më i madh, mirësia, pasuria më e madhe që Zoti i jep gjithë secilit prej nesh. Për çfarë e shfryzoj dhe si e shfryzoj? Prandaj thot profeti alayhi salam, njeriu ditën e gjykimit nuk do ta hedh dot hapin e tij derisa të jap llogari se si e kaloi jetën e tij. Se si e kaloi kohën e tij, se si veproi, se sa e shfryzoi. Prandaj ky hadith është baza e etikës së muslimanit, që çdo moment ai e balancon dhe i bën një autokritik. Si e kalova këto 2 orë? Deri tashmë që është xumaja, çfarë kam bërë unë për hir të Zotit? Çfarë kam bërë unë për kohën, për momentin që unë kur largohem nga kjo botë, do të jap llogari para Allahut Azza wa Jall. A jam gati? A kam jetuar me vetdije plot? A kam jetuar sipas asaj që dëshiron Zoti i gjithësisë dhe sipas asaj që dëshiron profeti i nderuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Ibn Rajab el-Hanbali, Allahu mëshiroft, ka thënë ky hadith është një nga themelet e edukatës islame, sepse përmbledh ruajtjen e kohës, e gjuhës dhe të zemrës. Prandaj duhet të ruajmë gjuhën tonë, të folurën tonë, të kufizojmë kohën tonë në telefon siç e folëm, ta mbushim ditën tonë me punë të mira, duke lexuar libra. Çdo kush pyes veten sa kohë ka kaluar që nuk ka lexuar një libër. Që leximi i librit është një qetësi për mendjen, për shpirtin. Është një qetësi e brendshme që e gjen njeriu. Ajo fleta kur ti e hap, kur ti e lexon, kur ti mediton, i jep një qetësi njeriu. Ndërsa telefoni, rrjetet sociale, kur ti e hap një llogari, ke bërë një kontratë dhe aty të thuhet që kjo të krijon varësi, të jep shqetësime psikologjike, të bën të varur nga ajo që ti sheh. Dhe njeriu ato gjëra që sheh të shkurta, rilsat që sheh, që janë disa sekonda, i japin një çakordim mendjes së njeriu. Ai nuk është i përqendruar dhe mendja e tij është një luftë, në një ekuilibër të vazhdueshëm, sepse ai një herë sheh diçka të këndshme, të bukur për fen, një herë sheh diçka që nuk duhet ta shoh. Dhe mendja e njeriu, neuronet e tij, qetësia e tij mendore dhe qetësia e tij shpirtërore është e hallakatur, nuk është e balancuar dhe nuk është e ekuilibruar dhe nuk ka forcë dhe e gjithë energjia e tij e brendshme është harxuar për gjëra të kota dhe në fakt njeriu muslimani kontrollohet nga gjithë këto gjëra që ne po i flasim dhe njeriu nuk ka forcë që ta hap librin. Prandaj çdo kush të pyes veten kur unë kam shpjetuar librin për të mësuar diçka dobishme herën në fundit dhe çdo kush duhet ta pyes veten e tij. Prandaj kjo është sfida në të cilën ne jetojmë dhe çdo kush duhet ta rregullojë, të ndërgjegjësohet dhe të kthjellohet dhe të jetë me vetdije plot përballë këtij fakti që ne jemi tashmë përballë kësaj gjëje dhe duhet të luftojmë fort në të gjitha mekanizmat duke shfrytzuar fen ashtu siç duhet, nderuar besimtar.
Prandaj ta mbushim ditën me Kur'an, me dhikr duke përmendur Zotin e gjithësisë, me dije, me lexim libri dhe punë dobishme. Prandaj fjala e mirë, thot Omer ibn Abdulaziz, Allahu më shërof, kush e konsideron fjalën e mirë, të folurit e mirë, pjesë të veprave të tij, flet pak për vetë se në atë që i sjell dobi atij. Hasan el-Basri, Allahu më shërof, dietar i madh, thot nga shenjat që Zoti i gjithësisë e ka braktisur një njeri, që e ka lënë një njeri që nuk e do një njeri, është që ai angazhohet në ato gjëra që nuk i bëjnë dobi. Nga shenjat që Zoti e ka braktisur një njeri, mëshira e Zotit e ka larguar nga ai njeri, është që ai angazhohet, prekupimi i tij përditshëm është me ato gjëra që nuk i bëjnë dobi. Kurani nuk e mëson, namazin nuk e fal, sadakan nuk e jep, librin nuk e lexon, çdo ditë në kafene, jashtë larg përgjegjësive familjare, larg përgjegjësive të studimit. Ja allakatur me telefon në kafene sa ndej rrugëve gjithë ditën. Ja allakatur, por është angazhuar pikërisht me ato gjëra që nuk duhet angazhohet. Kjo është shenjë që Zoti e ka braktisur këtë njeri. Ky njeri është i allakatur, është i humbur, e ka humbur rrugën e drejtë, thot Hasan el-Basri. Ibn Qayyim el-Jauziy thot, humbja e kohës është më e rëndë se vdekja. Sepse humbja e kohës të largon ty nga angazhimi me Zotin tënd dhe nga ajreti, ndërsa vdekja të largon vetëm nga kjo botë. Prandaj shfrytëzimi duhet të jetë me vetdije të plotë për çdo gjë që ne bëjmë në këtë jetë të përkohshme. Prandaj të nderuar besimtarë, jetojmë në një kohë që është shumë e lehtë të merresh me privatësinë në jetën e tjetrit, të merresh me punët e tjetrit. Prandaj të shohim mëkatet tona, të shohim gjunahet tona si male dhe mos të kemi kohë të shohim mëkatet, mos të kemi mundësi të shohim mëkatet e të tjerëve dhe të angazhohemi me jetën tonë, me përgjegjësitë që ne kemi para Zotit, me përgjegjësinë që kemi për në radhë parë për adhurimin e Allahut Azza wa Jall, për mënyrën se si jetojmë, për përgjegjësinë në familje, për edukimin e fëmijëve tanë dhe për të mësuar fenë e Allahut Azza wa Jall, dhe çfarë bëjmë ne, gjëra të dobishme që dalim para Allahut faqe bardhë. Pikërisht kjo do të jetë tema kryesore, ajo që duhet të angazhojmë më së tepërmi gjithë secilin prej nesh. Prandaj ky hadith duhet ta bëjë çdo njeri që të reflektojë, që të bëjë një programim të jetës së tij, të kohës së tij, se si do ta nisë ditën që nga koha e sabahut. Sa kohë do t'i kushtoj biznesit, punës së tij, sa kohë do t'i kushtoj adhurimit, librit, leximit të librit, sa kohë do t'i kushtoj kalimit të kohës me familjen e tij, me prindërit e tij, sepse jeta kalon, koha nuk ndalon asnjëherë dhe ne jemi kalimtar në këtë botë. Jemi në një stacion që nuk e dim kur do të largohemi nga kjo botë, prandaj të shfrytëzojmë jetën para se të na vijë vdekja, të shfrytëzojmë të gjitha momentet në mënyrën e duhur, të gjitha përgjegjësitë që kemi para Allahut Azza wa Jall, para se të jetë tepër vonë. E lutim Allahun Azza wa Jall që këtë fjalë të profetit alayhis salam, pra që për islamit të mirë të njeriu është që ai të heqë dorë nga ato gjëra që nuk i interesojnë, që nuk i bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra njeriu e pyet veten më së miri. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Njeriu e di mjaft mirë veten e vet. Edhe pse ai jep shumë justifikime vetes së tij, thotë Allahu, pa e di mjaft mirë këtë gjë pse e bëra, këtë shikim pse e bëra, këtë fjalë pse e bëra, këtë përgojim pse e bëra, këtë vepër pse e bëj. Të angazhim ndaj punës dhe unë jam larguar nga përgjegjësitë familjare pse e bëj. Çdo kush e di mjaft mirë pas dashuria për këtë botë dhe është butimi i njeriu, sepse ne e formojmë karakterin si musliman nga telefoni që kemi në xhep, nga ajo që ne shohim gjatë gjithë ditës, nga ajo që shohim sytë tonë gjatë gjithë ditës në rrjetet sociale, në çdo artikull, në çdo video të gjatë apo të shkurtër, padyshim që ajo e formon karakterin tonë dhe lë gjurmë të patjetërsueshme në karakterin, në mendjen, në neuronet tona dhe në brendimin tonë shpirtëror. E lutim Allahun Azza wa Jall që na bëj të ndërgjegjshëm, që na bëj të vetëdijshëm përballë këtij hadithi që është shprehur me fjalë të pakta, por me kuptime shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme për jetën e gjithë secilit prej nesh. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëj të bëjmë punë vetëm që të na bëjë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që këtë hadith ta praktikojmë më së miri në jetën tonë përditshme. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë, që të na mëshirojë dhe së bashku na bashkojë në